Një filipineze u kthye në makthin e një familjeje shqiptare e cila e kishte punësuar si sanitare në apartamentin e tyre në kompleksin Ambasador 3 në Tiranë. Shtetësja e huaj, e cila kishte një vendim dëbimi nga vendi ynë, kishte hyrë në Shqipëri e madje duke u punësuar pranë familjes shqiptare si sanitare. Ajo punonte me kohë të pjesshme pasi edhe pronarët e saj nuk jetonin në Shqipëri, por vinin shpesh dhe jetonin pranë Ambasador 3. Referuar kallëzimit në banesë mungonin 2 çanta Chanel që kanë vlerë rreth 12.000 euro, një çantë Hermes me vlerë 46.000 euro, çantë tjetër Hermes me vlerë 6.600 euro, një palvath me diamant 1 karat në vlerë prej rreth 10.000 euro, unaz me diamant 3.2 karat në vlerën prej rreth 15.000 euro. Po ashtu rezulton se në periudha të ndryshme në apartament ishin vjedhur vlera monetare në shuma nga 100 deri në 500 euro, në një vlerë totale prej rreth 20.000 euro. Pas këtij raportimi, policia nisi hetimet ku u zbulua se dyshimi i familjes shqiptare ishte i vërtet, pasi prapa vjedhjes ishte pikërisht shtetësja e huaj nga Filipina. Rezulton se kjo shtetase kishte një kopje të apartamentit, e ndërsa ajo futej në banesë sa herë që pronarët nuk ishin në Shqipëri. Këto vjedhje ajo i ka kryer për një periudhë 2 vjeçare, pasi përveç banesës ku ajo ishte e punësuar, shtetësja e huaj pastronte dhe banesat e të afërmve të familjes shqiptare për të cilën edhe atje ka kryer vjedhje. Policia pasi administroi kallëzimin shkoi për kontroll në banesën e saj, ku u zbuluan disa prej këtyre sendeve të vjedhura, konkretisht një medaljon bulgari i vjedhur në banesën si dhe vath Elizabeta Franki. Nuk rezulton të jenë gjetur sendet e tjera të kallëzuara si të vjedhura më herët. Të dhënat e nxjerra kanë zbuluar se për një periudhë 4 mujore, shtetësja nga Filipina akuzuar për vjedhje ka frekuentuar 171 herë një kazino e cila ndodhet në Tajvan. Para policisë ka pranuar krimin e ndërsa është shprehur se sendet e vjedhura nuk i kishte më. Aktualisht e dyshuara ndodhet në burgun e grave në Pogradec.